Ndonse kryeministri Hristian Mickoski ka paralajmëruar takime me partnerët e koalicionit këtë fundjavë për të diskutuar lidhur me rikonstruimin e qeverisë dhe ndryshimet në resortet ministrore, për ministrin Fatmir Limani është pak e rëndësishme se kush është e kush do të jetë ministër. Edhe pse u pyet në gjuhën shqipe nëse do të jetë ministër në qeverinë Mickoski edhe pas rikonstruimit, Limani u përgjigj në maqedonisht. Për Limanin, më e rëndësishme është se çfarë vepra lë pas dhe sa një ministër ka punuar, sa ka qenë në krye të një institucioni. Dali sme ministri ili ne sme, do poslednji od atom treba. A jemi ministra apo s'jemi, deri në atomin e fundit duhet të jemi dhe të punojmë për të parandaluar veprimet e tilla të dhunës dhe jo të merremi me temën se kush do të jetë ministër i ardhshëm, sa kanë qenë, sa kanë kaluar dhe sa do të ketë ministra këtu. Gjithçka do të varet nga shenjat që i lanë në këto salla dhe ato ministri që i udhëheqin. Kujtojmë se emri i Limanit është ndër emrat më të përmendur në këtë rikonstruim sepse është vetë Vleni që kërkon largimin e tij, ndërkaq përgjigje identike sikurse Fatmir Limani për çështjen e rikonstruimit japin edhe ministrat e tjerë të qeverisë kur pyeten për largimin eventual nga posti ministror.